Mirëmbrëma të nderuar shikues, sonte në Zoom flasim për një të drejtë që në letër është e garantuar, por në praktik shpesh vihet në pikpyetje. Për gjuhën shqipe, a është kjo e drejtë kushtetuese reale apo një e drejtë që varet nga vullneti politik i momentit? Debati u rihap pas kërkesës së studentëve të juridikut që provimi i jurisprudencës të jepet në gjuhën shqipe. Kërkesë që shkaktoi debat publik, por edhe qëndrime të ndryshme edhe brenda vetë qeverisë. Partitë shqiptare mbështetën kërkesën e studentëve, ndërsa Ministria e Drejtësisë doli me qëndrim kundërshtues. A kemi problem juridik apo problem politik? Çfarë pasojash ka kjo situatë në besimin e qytetarëve dhe në funksionimin e shtetit? Këto çështje do t'i analizojmë sonte me të ftuarit tanë, Valon Belen dhe Faton Halilin. Të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Zoom. Përshëndetje, faleminderit. Atëherë, zoti Bela, siç e thash edhe në hyrje, parashtrohet pyetja pas gjithë këtij debati publik që kemi këtë javën e fundit, a është gjuha shqipe një drejtë kushtetuese apo çdo herë varet nga vullneti politik i kryeministrit apo i qeverisë, varet kush është në pushtet? Unë mendoj se kjo shpërfytyron edhe kushtimisht thonë dështimin e krejt partive politike, të cilët për 25 vite nuk kanë arritur me përpilu një ligj të fuqishëm, një ligj të drejtë, kushtetues për gjuhën shqipe. Dhe fakti që ka ndërhyjë edhe kryeministri, kjo përçon gjithashtu një mesazh të fuqishëm se kryeministri Mickovski megjithatë i njeh mirë partitë politike shqiptare, prandaj edhe doli përpara tyre dhe u bë avokati i gjuhës shqipe. Para mendoni, përderisa kishim në njërin anë opozitën nga AKI se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare, në ndërkohë kishim Vlenin si pjesë përbërëse e qeverisë, koalicionit qeverisës që thoshte se ligji ka defekt, ligji nuk është i plot, gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare, doli kryeministri dhe sikur i heshti gjitha partitë politike. Dhe kjo tregon se ai është shumë i informuar për këtë problematikë. Prandaj edhe sikur u bëri me dije, pra dërgoi porosi shqiptarëve në veçanti se në një farë forme të drejta tuaja mund t'i zbatoj apo mund t'i realizoj vetëm unë. Kur i shtohet kësaj se ai gjithashtu i ka edhe numrat, kjo deri dikun besoj se është mirë për Vlenin si pjesë e koalicionit, që meqense se ai kryeministri e hapi këtë rrugë, atëherë nënkupton që me një bisedë të shkurt brenda qeverisë mundet që të realizohet ky ligj i apostrofuar tashmë, i cili do t'ja mundsonte jo vetëm notarëve, përmbaruesve dhe juristëve provimin e jurisprudencës, por gjithashtu do ta mbyllte kapitullin e gjuhës shqipe. Se e potencoi kryeministri se gjithashtu në kushtetut gjuha shqipe është gjuhë zyrtare, mirë po mungon ligji. Po, sot atë tha. Do me thonë, a i shkoj një hap më tej, elaboroj, mirë po, a nënkupton kjo, se a ju thirë në ndërtimin, në përpilimin e një ligji, a nënkupton kjo, se do të jemi akoma ne në atë farë strumbullarin, apo rrethin vicios se kur do bëhet, si do bëhet, ngjashëm me ligjin për parfarësim të drejtë dhe adekuat, kjo do të duhet të shihet. Po deshat pyes, për shkak se kryeministri të dielën tha që nuk ka asnjë problem që studentëve t'u lejohet dhënia e provimit në gjuhën shqipe, sot tha që gjuha shqipe është zyrtare, por jo duhet ligj i veçantë për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe dhe ai ligj së pari duhet të dërgohet te Komisioni i Venecias për të marrë vlerësim pozitiv e më pas të miratohet në parlament, procedura parlamentare. A është kjo një zvarritje e qëndrueshme? Pikërisht, kjo janë dy justifikime. Ose kryeministri është konsultuar me jurist nga pjesa e qeverisë, të cilët i kanë thënë se kjo është e pazbatueshme, duhet një ligj adekuat për këtë punë, ose ky qëllimisht bën kësi zigzake të përfitimit të kohës dhe në mënyrë që partitë politike shqiptare të mirën si çdo herë, të mirën me një temë caktuar duke i harruar tema tjera. Ju e dini fort mirë se ne kemi përvojë kështu ku partitë maqedonase ose qeveria e pjesës maqedonase din të luan si lojra me jo vetëm me partitë politike shqiptare, por me gjithë shqiptarët, ku dalin
e japin një vlerësim skandaloz dhe ne pastaj duhet të merremi me atë vlerësim që të harrohen krejt komplet punët e tjera. Unë besoj se këto dyja dhe janë, ose ai është konsultuar me këshilltarët e tij, ose është bë pjesë e kësaj kakofonia apo zhurme që ne dim ta bëjmë Maqedonia që nuk prodhon asgjë. Fatën ti si e vlerëson pse institucionet shpesh kundërshtojnë zbatimin praktik të gjuhës shqipe kur shqiptarët e kërkojnë? Ersan, para se të përgjigjem kësaj pyetjes tënde, do të kisha dashur që unë, ti dhe Valori bashkarisht këtë pyetje t'ia parashtrojmë BDI-s dhe Vlenit, ose partitë tjera që përgjatë 25 vite prej marrëveshjes së orët e Këndej ne janë thirrur në për krekosje të ndryshme se e kanë arritur atë barazi në letra. Atë teorinë e kanë krijuar, gjithçka është e barabartë në këtë shtet, ne si shqiptarë, si faktor politik, kombëtar, jemi të barabartë dhe tani synojmë ato standarde më të larta të Bashkimit Evropian. Sot e kësaj dite, kur ngecim në këto procese mjaft të rëndësishme për shqiptarët në këtë shtet, me këto anomali të përditshme, që çdo i dyti, i treti institucionalist nga ana tjetër anatemon dhe atakon gjuhën shqipe dhe jo vetëm, shifet pafushia e çdo faktori politik shqiptar, pozitë dhe opozitë. Shqiptarët asnjëherë nuk e kanë pasur problem kushtetutën. Shqiptarët e kanë pasur problem zbatimin e saj. Shqiptarët asnjëherë nuk e kanë pasur problem gjuhën shqipe. Këta institucionalist të palës tjetër, çdo herë kur ka ardhur puna ta implementojnë aty ku duhet, kanë stagnuar. Kjo është ajo më e dhimbshmja që sot besoj që patturpsisht edhe Vleni, edhe BDI-ja, gjithsesi AKI-ja, po i ikin këtij ballafaqimi me opinionistët. Sot do të kisha dashur prezant të ishin të dyja palët, të ballafaqohen me neve tre. Pse ikin ballafaqimet? Pse dalin tek a tek vetëm me moderatorë ndryshëm? Pse s'pranojnë Valon të jemi edhe unë edhe tim prezant në për turezat e tyre? Ikja nga përgjithësia. A kur vinë zgjedhjet, kërkojnë votën prapë tek qytetarët. O zotëri, ke përgjithësi, duhet dalësh me mua, me Valorin, me Ersanin, me gjithë opinionistët, analistët politik, fushave të ndryshme. Natë e ditë, mirësh me shpjegime konkrete pse nuk ka ecë ky proces. Prej vitit 2001, sot jemi në vitin 2026, ende thirremi a është gjuha shqipe zyrtare as është. Po me çiftelia me kanë thurë këngë për këtë ligj, e kemi zyrtarizuar, gjithçka është gati. Jemi të barabartë në këtë shtet. E sjellëm ligjin e përfaqësimit të adukat. Tani vetë duhet punsohemi. Ku janë këto të arritura? E tha edhe Po çfarë punë kemi bërë këto 25 vite? Pas është betur për qytetarët sot ende sa ditë na dëgjojnë, jemi bërë ndoshta edhe monoton pak kamerave televizive, një të tema çdo muaj, çdo vit, çdo pasgjellje që vim na prapë do të diskutojmë. Sot duhet jesë përpasuesi i Vlenit dhe përpasuesi i AKI-s ose gjithsesi BDI-s të na japë llogari për mos punën e kryer. Në fakt ne kemi bërë disa herë ftesa. E di ju që keni bërë ftesat, e di edhe pjesën tjetër që nuk pranojnë të dalin nëpër debate televizive, por kjo le të shërbejë një mesazh për të gjithë përfaqësuesit politik që kanë përgjegjësi, urdhnoni dilni në debat. Debati është i frytshëm, duhet t'i ballafaqoni idetë, t'i ballafaqoni mendimet, edhe me ne të rinj. Ka mungesë debatit politik. Absolutisht se po. Ore populli është në uti, nuk e di se çka është duke ndodhur. I shifni edhe jo reagimet e tyre të përditshme në për secilat sfera, qoftë ekonomike, shëndetësore, politike, ku ta diun kombëtare, arsimore. Jemi të orientuar komplet, nuk e dim se çka është duke ndodhur. Sot e kësaj dite unë si i ri, edhe pse nuk kam pasur fatin të atakoj, më duhet të thirrën në për ide dhe ideologjitë të famshëm Arbër Xhaferi, kur qysh në vitin 2001 më tutje tregonte se si ligjet edhe nëse miratohen, kur të venen në prag të zbatimit dhe implementimit, pala tjetër refuzon. Qysh atëra i kishte parapar këto pika, mjaft rëndësishme se si duhet t'i ballafaqohen, se si duhet t'i qasen, dhe ende sot tek kësaj dite nuk kemi asnjë hap konkret drejt atyre punëve. Shqiptarët edhe njerë për potencoj, barazi në letra e kanë arritur, ndërsa barazi institucionale, në vendimarrje, në pushtet, në ndarje të proporcionale të gjitha punëve, jemi të cerrën në drejtim. As që diskutohet ajo që e thua Ersan. Nuk më mjafton vetëm një hartim i bukur me shkrim sa për gjuhën shqipe. Gjuha shqipe duhet të jetë zyrtare në për çdo institucion. Kemi 2 drejtora shqiptar. Njëri është agjencion
agjencioni për zbatimin e gjuhës shqipe, tjetra kanë krijuar edhe inspektoriat. Inspektorat, po. Çfarë punë kryen ato? A kanë dalë në terren, miren me shkeljet konkrete, valon se a janë duke implementuar institucionet apo jo? A kanë shpërndar dënime apo jo? Një biznes të vogël po ta zër ngusht inspektoriatit për ndonjë fakturë në mungesë, ja mbyllin biznesin. Nuk ja falin valon. Ndërsa për shkelje të kushtetutës, që për mua shkel kushtetutën është super kriminal, nuk miren masa. Po ku jetojnë më këta? Po kemi marrë gjykatën e? Po mendon është si pasojë një boshllëku ligjor apo mungesë guximi institucional apo por nuk jam i thirrur në aspektin juridik, Ersan, ndoshta t'jap konstatime konkrete se çka duhet i shtohet atij ligji apo çka duhet i heqet. Po ashtu siç është, nuk ka vullnet politik, nuk ka guxim politik të zbatohet në çdo institucion. Ne i shohim çdo ditë ndodhi. I shohim se si pala tjetër me tudi këmbët është duke shkel mbi çdo të arritur sa do pak të vogël tona si shqiptar të 25 vite. Sa do pak të vogël apo e potencoj. Dhe prap ne miremi me politika ditore, jo filani do të bëhet kryetari i njërës parti, jo tjetra do të shkrihet në tjetër parti, jo ai tjetri do ta rikonstruojë qeverinë. Ne kemi probleme thelbësore shumë më të mëdha, këto neve na defokusojnë opinionin me tematikat boshe, që nuk janë interesante as për mua, as për Valonin, po zbesoj që janë edhe për ty Ersan. Edhe njerë po të nësoj, urnoni, dilin në për debate publike, ti ballafaqojmë idetë, është apo s'është gjuha shqipe zyrtare, ju na tregoni, përfaqësuesit politikë shqiptarëve. Nuk është këtë detyrë e joni, as mua, as e Valonit, ta tregojmë se nuk kemi në përgjegjësi publike, ata kanë. Valon. Fatoni si çdo herë i hap disa tema që janë shumë me peshë, e të cilave ju kanë ikë për plot vite partitë politike, sepse i kanë fillimisht ka munguar ballafaqimi mes dy komuniteteve në pikpamjen politike. Pra, sikur pala shqiptare është tërhekur nga betejë e të drejtave tona. Me futjen e BDI-s në qeveri me njëherë pas vitit 2002, themelimit BDI-s edhe fitores, sikur gjithçka shkoi në vend numero, gjithçka shkonte ngadalë. Edhe temat kryesore, sikur u lanë anash. Jo vetëm gjuha shqipe, po juridikisht. Kemi probleme edhe ta quajmë gjuha shqipe, se ne nuk jemi as kom shqiptar, ne jemi aty popull i cili përbën më shumë se 20%. Pakic. Po me thonë jemi numra, s'kemi emër si kom, përëndes çfarë diskriminime, edhe 25 viteve ne kemi gëlltit këtë. Me thonë, ne bisedum paraprakisht këtë punë. Partitë politike nuk duhan elektorat të vetëdijsuar, të zgjuar, të mençur. Pse? Se ai kërkon llogari. Nuk i ha forat e 4 viteve erdhe me flamuj partia këtu, kush fitoi, çka fitoi, çka tha. Kërkon llogari. 4 vite ke marr besimin tim, çka ke bë? E lëmë tjetrën se këtu nuk kanë përgjegjësi, kontrabandimi i deputetëve. I keni pa ju? Dje është opozitë, sot pozitë dhe anasjelltas. Ata që u fyshin deri dje sot janë bashkë, mirë po këtë sun ja shet popullatës, pse? Ajo e dhimbshmi askush se flet. Ne vazhdojmë me dalje të votuesve vetëm 40%. Kjo është mesazh që populli o lodh nga kjo smundje. Mirë po, a janë të interesuar me zgjidh këtë problem partike? Unë nuk e shoh që ka interesim. Pse? Që të dy kampet, bloqet politike, AKI dhe Vlen, temat kruciale i kanë lënë anash. Dhe çfarë tema kanë nxjerr para opinionit? Kush kënd do ta nxjerr për qeverie? Kjo është se çfarë përfaqëson ai, çfarë programi ka, ose tash ta marrim programin transferet e deputetëve nga njëra parti tek tjetër. Nëse marrim tash programin e Vlenit, edhe vazhdimisht ne i thirrim përgjegjësi Vlenit, nuk ka nevojë ju të bëni atë që unë e dua. Ju keni dalë para elektorat me këtë program. Ku jeni me këtë program? Kaq. Dhe mjafton t'i thirrim përgjegjësi në atë që ata e kanë premtuar, edhe ju do e shihni se ku jemi. Prandaj këto tematika që thash nisen nga kryeministri, pastaj këta tanat si ata tifozët e pamend nëpër stadiume që veç bëra harasin, ata me mjeshtri na i hedhin neve gjithmonë këtë punë. Në ndërkohë
janë ata që kanë problematika shumë mëdha dhe jo rastisht sot po ju cënohet identiteti. Këtu duhet me qenë betejë. Si gëlltitëm në identitetin e tyre? Pa e bo këtë, kryeministri tash herën e fundit që ishte në parlament, në seancë në gjatë pyetjeve të deputetëve, tha unë pres që ju të më përkrani në betejën tonë për ore, ti ma mohon gjuhën mua. Ti më mohon çdo qelizë shqiptare këto. Arsimin shqip, që kjo ministresha ditën e parë kur e ka marrë postin si ministre e arsimit dhe shkencës, çfarë tha? UÇK-ja nuk përfaqëson asnjë send për këtë shtet. Qa ki punë ti me UÇK në borë? Kush e që të flasësh në emër të shtetit? E shë smundje, edhe Vleni tha, do e thrasmi në përgjësi. Ku është përgjësia e Vlenit dhe asaj ministre? Që tani të njëjtën thot do këtë përgjësi edhe ministri Fillko. Kjo është temë deklaratë. Si shë këto përplasjet mes Fillkovit dhe palës shqiptare? Po këto janë bërë sikur ato serialet spanjolle. Pse, se atë kujtohet atër edhe zëvendës kryeministri Izet Megjiti, atër kishte përplasje nisoj me përfaqësues të znamit. Bile ofendun ata... Ministrin administratës Goran Minçevi. Po, e ofendun me lloj-lloj epitetesh. E tash, duket se përfaqësues të partisë Znam, aty janë vetëm për ta minu çdo lëvizje apo çdo poentim të palës shqiptare. A mendoni që janë në koordinim edhe me VMRO të Kombëtare? Gjithsesi, se vllau i madh pastaj i ul këta dy të veçlit që unë do merrem, ky e ka tepru, unë do e bërtas këty, ti je me mua rrirat. Mirë, po çfarë deklaron te Znami? Ne do futemi në qeveri që mos të kushtohet kryeministri nga shqiptarët. Për këtë arsye i keni deklaratat. Po për atë arsye është krijuar ajo si lëvizje. Deklaratat publike i keni të Maksit nga Kumanova. A i tha, ne do t'i ofrohemi me bashkëpunim kryeministrit që mos të kushtohet. Para mendo, të nesër del kërkon vota shqiptare për vete, për kandidaturën e tij si kryetar komune në Kumanov. Mirë, po këtë as nuk e shfrytëzojnë partitë politike shqiptare, edhe as nuk e mbajnë elektoratin të gjallë me tema kruciale. Pse? Krejt qëllimi është ikja e përgjegjësisë. Nuk mundet tash, dhe shifet tash humbjen e opozitës, gjithsesht opozitës shqiptare ke fjalën? Po, opozitës shqiptare, devalvimin e saj. Me thënë, pothuajse gjithë funksionarët e saj janë milionera. Cili do del tash në shi, edhe do të laget për një çështje kombëtare. Ku janë? Janë tërhekur gjithë. E kupton këtë? A ja ka siguru familjes vetë, interesant është se çka bëhet me familjet shqiptare. Kjo është ajo. Kush do duhet, se dikush do duhet del t'i prind populli. Pse u harrua kauza e legjitimiteti? Ishte kauzë e mirë. Valon, nëse do të kisha poseduar një medalje të artë të dy partive politike, gjithsesi Blloqeve dhe Vlenit të Takis, do t'ja kisha dhënë pa më dyshje. Për çka? Për defokusim të opinionit gjithsesi nga realiteti politik, faktik, ekonomik në vend. Unë nuk e di këto ku jetojnë dhe si mendojnë qeverisjen. Qoftë kjo partia tash në qeverisje, kjo tash në opozicië që është AKI-ja. Janë mjeshtë në këtë drejtim. Me defokusime dhe tridhime për njëra tjetrën, shumë mire potencove sa i përket qeverisjes, bashkëqeverisjes në të ardhmen. As pak nuk mirën me problematika konkrete, reale të qytetarëve, po pse dhe jo shqiptarëve. Se kemi edhe shumë problematika të përbashkëta, që prej rritjes së rrogës minimale deri tek këto që po i përmendemi qësisht taborit shqiptar politik e kombëtar që na tangojnë. Po edhe për momentin kemi tema mjaft delikate, përmende rritjen e pagës minimale, është edhe marihuana e ka por prej 40 ton, një sasi shumë e madhe dhe paprit mas dele kjo tema e provimit të jurisprudencës, e cila ndoshta edhe nuk është e rastishme, por bëhet, siç e thatë ju, për të defokusuar absolutisht është për defokusim i opinionit. Maqedonia ka vetëm një temë të rëndësishme që duhet të miremi çdo ditë, çdo minutë, çdo sekond. Ka vetëm atë të ndryshimeve kushtetuese në këtë vend. Të tjerat janë presin, nuk janë prioritet. Partitë politike shqiptare, qoftë në opozit, këtë e kanë për detyrim. Nuk jam duke i pyetur a kanë krijuar ndonjë model ekonomik sa i përket tash rritjes së rrogave. E di se nuk kanë fare kompetenca, as ide nuk posedojnë, as nuk i pyet fare ato se në këtë drejtim çka mendojnë, as Vlenin as AKI-n, as njerë nuk i kanë pyetur. Për temat të mëdha në këtë shtet, për standardin njësor, partitë politike shqiptare zero kanë pesh, as njerë s'kanë pasur.
Për këto tema unë orientoj gjishtin tjetër kund. Të ato që e kanë pushtetin që 35 vite të pala tjetër. Shqiptarët simbolikisht në për disa institucione dikun 10%, dikun 15% kanë pasur fuqi politike. Edhe kur ta përkthejmë në për buxhete që i kanë realizuar në kulturë 2%, në arsim 3%, në për projekte ndryshme kulturore 1%. Po mos kthejmë prapë në kohë. Sot e andej duhet të mirë me çështje konkrete. Si do t'i qasin punëve, duhet na tregojnë ata që kanë marrë përgjegjësi. 2 vjet kaluan sa qeverisje. Urnoni rezultatet birni. Valoni përmendi që Kryeministri Mickovski dhe Vëmuro DPMN-ja sillet me 2 partnerët e koalicionit si me 2 vëllezërit e vegjël, ashtu siç e thëti, për të pajtuar, po në fakt apo e bin veten shqiptarët në situata ku duhet të luten për drejtat të cilat atyre duhet të jenë të garantuara. Sa i përket Vlenit, që është në bashkëqeverisje 2 vjet gati me VMRO-n edhe me Lëvizjen Snam, nuk pres ndonjë reagim apo ndonjë shpikje të re filozofike, politike. E dim se janë futur në qeveri, e dim se çka përfaqësojnë, e dim fuqinë e tyre politike. Kaçikën e vet. Nuk e kam aty brengën. Brengën e kesha tek lideri i opozitës zotri Ali Ahmeti, si more shkoi ul në tavolinë zotri Mickovski. Ai ishte ti bashkë me gjithë partnerët e tu që në për çdo medium bërtiste pa ndërprerje tek faktori ndërkombëtar, faktori relevant këtu në institucione se tu ka marrë legitimiteti, tu ka vjedh legitimiteti. Si more pranove pa kushte, pa asnjë dobi të shqiptarëve, po edhe të partisë tënde, tu ulesh me Mickovsin ta legjitimosh në tavolinë. Për çfarë arsye? Kush të mashtroi, kush çoi deri në drejtim? Nëse në vend se lideri i opozitës, siç është zotria e nderuar, e kanë pak vështirë flas për zotrin Ali Ahmetin se është figurë sa do këto emblematike për ne, por derisa është fut në politikë, me do e mos e kam ta kritikoj, vend se ti pri proceseve, protestave, angazhimeve politike për çështjet më me vlerë për ne, më sublime, ta ngrisë zërin, ti je aktiv bashkë me 15-16 deputet në parlament. Çdo ditë ta bllokojmë mjetet demokratike s'pa ka të foltore. E ku ta diu të shfryzoj gjithë hapësirat e nevojshme demokratike, çka bëjnë ata? E legjitimojnë politikën e Mickovskit. Por kjo s'është në rregull, kjo kurrë nuk është pa. Edhe kur ta kese mirë opozita duhet pajtohet. Duhet gjej ndonjë alibi për të mos të pajtuar. E lëre më që ka shumë gjëra që nuk janë mbarvajtje si duhet. Jam shumë i zhgënjur me paraqitjen e tij tek tavolina Tereza që lideri i VMRO-s e thirrë. Nuk e di. Valon, Ministrinë e Drejtësisë e kanë udhëhequr kryesisht kuadro shqiptare vite me radhë. A përbën kjo edhe një dështim të shqiptarëve në këtë resor? Padyshim se po. Unë e tash mos të përsëritem, po ja. Do thot me futjen në qeveri, krejt puna e asaj partije, gjatë kohës në opozit, që kanë ngrit tema serioze, harrohen, dhe kjo të në ndodh neve, BDI-ja, luft ka bo për drejtat e shqiptarëve. Madje unë e kritikova publikisht zotin Ali Ahmeti, dhe nuk, kur na ke ftu për me bërë luft, s'ka qenë hajdet për drejtat shqiptarë, ka qenë për çlirimin e territoreve shqiptare, për ta bërë Shqipërinë e madhe. Edhe tash e ndryshoi ai vetë në konkluzën e fundit kongresit e ndryshoi. Sidoqoftë, që do të thotë, okay, edhe si kur të kishte qenë luftë për drejta, 25 vjet ishte në qeveri. Qeverisjen e fundit të tij me LSDM kishte 10 ministra shqiptar dhe 10 Maqedonas. Pse si mbylli këta tema? A kupton? Kishim kryeministër shqiptar. Ai konvenon dhe partive shqiptare që këto temat janë prezente në opinion? Jo, atyre nuk ju konvenon. Mirë, po kur ti futesh atje, edhe fillon të e shiju mjaltin, i harron këto. Kur të kujtohet pastaj më marr me këto, ai që udhëheq 35 vjet pushtetin e vërtet dhe shtetin, ai thot mos se kjo vepër që e ke bën, shkon prej 3 deri në 5 vjet burg. Me qenë se një person juridik, i ke të dyfyshta numrat e viteve në burg. Pse nuk bezojnë sot opozita shqiptare? Ku janë ata milionera? Tregom, nuk mundet bëti 18 deputat, 19, sa i morën? Ku janë? A është
është problemi më i madh se sa diskutohet në fakt a duhet marrëveshje e re. Ersan. Këtu për marrë krahasim drejtat e serbëve në Kosovë pas luftës së Kosovës. Ne dimë se ato kanë shumë më tepër të drejta se sa kemi ne këtu Maqedoninë të Veriut. O Ersan, nëse një kryeministër dele dhe i thot opozitës shqiptare, sidomos asaj të dalur nga lufta, se do t'ju ka përveshi, edhe askush nuk reagon, e kupton të çfarë zbjerimi jemi na. A guxon në Kosovë me ndodh kjo? A provoj Albini tash përmes KSZ-s me shpall mi jap mohu duke mos e certifiku për zgjedhje listën serbe. Çka ndodhi? U qua ambasada amerikane, po ti për ta fitu për krajën e ambasadës amerikane, duhet fillimisht ti të luftosh për drejtat e tua. Pastaj vjen për kraja ndërkombëtare. Ama ata si ndihmojnë dikuj që rën shtrit aty, edhe i shijon beneficionet e dikurshme. Edhe tash që e përmende atë tonelatën e drogës. Në kohën e kujna janë marrë ato licenca. I vetmi që kam reagu kam qenë unë. Kam thënë Bashkimi Evropian ka reagu për dhënien e shumë licencave në këtë vend vogël. Ka thënë Bashkimi Evropian nuk i ka 36 licenca. Ju çka jeni Amerika? Pastaj erdhi ministri i shëndetësisë atë botë Bekim Sali dhe i mbylli gjitha probleme. Unë prita se ai ka mi nxjerr, se alternativa thoshte atëherë që ne kur tim kena me luftu korrupsionin, hyni atje, edhe skandalin me Zhan Mitrevin i mbylli të gjitha, si djali mirë që është. E kupton ti tash, punën e madhe që e bëjnë në opozit, kur futën qeveri e harrojnë krejt. Në ndërkohë, në 35 vite ne merremi me gjuhën shqipe. A kupton? Edhe kjo lodhje, çka ndikon, se ka pasoja, edhe populli nesër 20% ka me dalë. Këto se kanë kuptu mesazhin që ja çoi popullin në Gostivar. 2 bloqet mëdha, Vlen dhe AKI, s'kan mund 33% të nxjerrin qytetarë për të votuar. Kjo tregon se populli megjithatë ka vetëdijsim, edhe pse këto s'kan punu me popullin. Partitë politike duhet me ecë paralel me popullin, duke informuar, ndërkohë duke marrë kërkesa prej poshtit dhe nevoja, që në mënyrë që të implementojnë. Çfarë? Leja ata sa më ignoranta më mirë. E përmendi Ersani Valon marrëveshjen e re, që absolutisht unë jam i thar, jo vetëm sonte që për marrëveshje të re. Po e përmendi dhe kam përmendur edhe më herët, sidomos në studion tënd Ersan, se absolutisht duhet sa më parë urgjentisht të ulet. Por nga njëra anë kur po mendojmë, po kush vetë ulet? Kush ta përpiloj ba marrëveshje të re? Kush ta hartoj ba marrëveshje të re? A duhet bëjë një konsenzus pikë së pari mes neve shqiptarëve? Pastaj ato kërkesat i parashtrojmë edhe te faktori ndërkombëtar edhe tek pala tjetër. Ai që thoshte deri dje kushtetutë civile na duhet, tash u bë nacionalist. Unë pritça prej BDI-s, federat. Si partia dal nga lufta, që i ka prit proceseve, të mirat këshia këtij vendit në për periudha ndryshme, ata dalin me këtë propozimin e ri për marrëveshje të re. Gjoja se u reformun, kur pash konkluzat që i nxjerrën mbas reformimit, se prap po vazhdojnë me inkuadrimin nëpër institucione, me ku ta di unë prap atavazën e vjetër të politikë bërjes gabueshme. Fakte flasin se ka qenë politike gabueshme zotëria Lehmeti dhe BDI-s për 25 vjet, se rezultatet që po i kemi po flasin. Jo që fatoni po thotë ose valoni. Rezultatet po flasin. Dhe prap në konkluzione dalin e përcaktojnë njëjtën ide, vazhdimin e të njëjtës ide, çka të lodhim ne ende mëkat. Nëse del një front i ri, një parti e re politike me ide të re, për marrëveshje të re, absolutisht i pari do ta përkrah. Qoftë publikisht, qoftë në mënyra tjera, forma të ndryshme. Ama kështu si soi nuk vazhdohet. Sot, përderisa po flasim ne, gjithë administratorët që janë të posuar nëpër institucione valon. Sigurisht ke informata se ke gëzuar dhe ke pas përgjegjësinë për institucione, sa do ke kolegë. E dini se në çfarë trysnie të madhe gjenden. Po ato pak kompetencat që i kanë pas nëpër ministrinë ndryshme, nëpër dikastere, të gjitha janë marrë. Një proces verbal në gjuhën shqipe nuk mund ta mbushin. Nuk e lejon partneri. Administrata shqiptare, inspektoriatet e ndryshme që kanë biseduar me ta, më kanë qarë hallin. Janë në gjendje të mjerueshme, nuk kanë ku drejtohen. Përfaqësues politik që janë të emëruar nëpër institucionin, janë pa kompetenca, pa peshë. Kjo gjendje është e tmerrshme. E nga njëra anë e kemi edhe partinë tjetër që pret mbas dere, si në kohën e Gruevskit, për të futur.
pa kushte, pa krye parlamentar, pa ministra, vetëm tiratoje multimilionerët, dhe pastaj zyrtarët është mirë, se ata janë mirë, për neve s'ka rëndësi. Valoni përmendi atmosferën, besimin e qytetarëve në institucione publike. Si ndikon mungesa e zbatimit të drejtave gjyqësore në besimin ndaj institucioneve shtetërore, sidomos për rinin? Po e di si është ajo më e dhimbshme, Ersan. Çdo ligj, çdo temë që ka të bëjë me shqiptarët, konkretisht me këto ligje që sadokudo i diskutuam dhe i kemi sadokudo të hartuar në kushtetutë. Çdo herë gjykata kushtetuese ka mungesë vullneti të mirët me ato. Disi i prolongon, disi i fut në përsëritar, disi me ato koketon me partitë politike mbas interesave ndryshme. Asnjëherë nuk është e qartë për ligje që kanë të bëjnë me shqiptarët, çfarë orientimi duhet të japë këtij ligji. Spaku ta zbatoj kushtetutën. Ta interpretoj ashtu si duhet. Nuk po lipim tjetër gjë. Kur të bëhet fjalë për palën tjetër, gjithçka funksionon. Nuk kanë probleme. Gjykata kushtetuese funksionon, institucionet funksionojnë, gjyqet për ta funksionojnë. Por shqiptarët nuk funksionon asgjë. Ligji për përfaqësim adukat shqiptarëve në institucione. Jo duhet dërgohet Komision Venecias, jo duhet pritet për ndonjë hartim tjetër, jo të mirët miratimi i palës tjetër. Na kanë lodhur me këtë çështje. Edhe gjykata kushtetuese. Edhe avokati i popullit, tash është avokati i ri, po ai avokati i vjetër i popullit. Por me çfarë çështje është marrë për 4 vite mandata, 5 vite, sa e ka mandatin valon. Cilën temë e kanë ngrit deri tek institucionet të relevante dhe a ka kërkuar ndëshkim për ta, nëse nuk kanë arrit ta etablojnë një çështje për të dhënë epilog. Shqiptar ka qenë. Ai ka autorizim vetëm me dhënë raport para parlamentit dhe pastaj parlamenti mundet me ndërmarr hapat më të tjera. Pa dhe në parlament kur ka ardhur situata prap ose është mbi votuar ose është lënë mënjon. Edhe pse e kemi një shqiptar, e kemi pasur dhe e kemi prap. Në një debat kaluar me Valonin kur thosha shqiptar kemi pasur edhe në Jugosllavi, o Valon po hajrën s'ja kemi pa. Po më duket edhe tash edhe në kaluamën prap shumë shqiptar kishmi pasur në institucione hajrën në aspektin kolektiv nuk po ja shohmi. Temat e mëdha se për temat vogla. Në këtë studio kemi qenë, më fal, Ersan. Edhe e kam potencu se unë me gjitha të kam pritë se Vleni, pasi që fitoj 10 komuna, shumë prej atyre komunat mëdha shqiptare, ka me marrë tash një vetbesim më të madh dhe ka me qëndru pak më stoikisht për temat që na tangojnë. Mirë po, ndoshta janë të e bën larg publikut, mirë po ajo që po shihet është që ballafaqimi brenda qeverisë po vazhdon. Në mënyrë deklarative ato të gjithë deklaruan se sa i përket kësaj çështje të provimit jurisprudencës, ato do ta zgjidhin këtë problem dhe studentët. Po pasi këto ishin deklarata pasi që doli kryeministri Mickovski. Mirë po, vazhdimi i përplasjeve me ministrin Filkov dhe zëvendës kryeministrin Bekim Sali tregon se megjithatë ka një jo dëgjueshmëri, ka një mospranim të argumentit të tjetrit brenda këtyre dy partive, kushtimisht tonë, brenda Vlenit dhe Znamit. Dhe kjo tregon se ndoshta është lojë e kurdisur nga vetë kryeministri, i cili duhet ta potencoj këtë fakt, i cili tha se do duhej ligj i posaçëm për dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, mirë po, siç e kemi pa, ka reaguar edhe ish ministri i drejtësisë Krenar Lloga, i cili tha se ligji veç më ka qenë aty, por nuk kanë qenë të interesuar që ta procedojnë më tutje. Dhe ajo që ka më habit mu, me siguri edhe Fatonin, është se këto përplasje i kemi vetëm në Facebook edhe unë dalën. A kupton, këto mundën me ngrit në kauza dhe me zënë kryeministrin kusht, mi thonë, ka dalë ti pofton ligj, pofton për një ligj tash të veçantë, po ti ligjin e kishe, ja kusht, merre, gati e ke, procedura. Tek e fundi po ta japim këtë meritën ty, po ta aplaudojmë. Ama sose një punë. Se Fatoni e tha, deklarativisht, ai po tregohet shumë gentleman, mirë po në aspektin praktik. Që të pekthej topi, vetëm të Ministria e Arsimit dhe Shkencës, asnjë shqiptar nuk e kemi shef të sektorit. Asnjë, gjithë janë shkarku nga kjo ministresh. Në ndërkohë zëvendësi i tij jep dorëheqje
për arsye morale, por nuk thirrët përgjegjësi. Se çfarë ke zbatuar ti nga programi të ke fundit i Vlenit? Më thënë, hynë njerëzit, marrin lek, punësojnë familjar, se edeni e kam përmendur shumë herë ish zëvendësministri se i ka rahatu do të familjes, edhe largohen pas një përgjegjësi. Në ndërkohë, përgjegjësia më e madhe është përgjegjësia e pushtetit. Dhe prandaj ne prapë sillemi në rreth vicioz, se nuk ka përgjegjësi që kërkohet nga qytetarët, as nga opozita që detyra e saj është korrigjimi i pushtetit. Shpesh e kemi diskutuar në këtë studio kompromisin e partive politike shqiptare, kur ka qenë pyetje edhe interesi shtetëror, edhe interesi etnik si shqiptar, për shembull gjatë mandatit të kaluar, kur ishte temë diskutimi ndryshimet kushtetuese, partitë politike shqiptare thonin që do të bëjnë kompromis, nuk do ta iniciojnë çështjen e 20%-shit i cili ende është në kushtetut për gjuhën shqipe për hir të ndryshimeve kushtetuese. A do të thotë kjo që koalicioni mes partive maqedonas edhe shqiptare nuk është një partneritet i barabartë, por është një marrëveshje ku shqiptarët gjithmonë duhet të bëjnë kompromise për drejtat e tyre? Besoj që po, se tash nëse thirremi në praktikat më parshme, nuk duhet harruar se marrëveshjen e Përzhinos ishin dy partitë fuqishme shqiptare, të cilët ishin stabilitet i vetë shtetit, ishte BDI-ja dhe PD-SH-ja. Dhe nuk e shfrytzuan atë momentum, por vetëm i qëruan hesapet brenda kampit politik Maqedonas. Ajo tregu shumë një politike mençur që janë faktor stabiliteti, mirë, por nuk përfituam nga ky rast asgjë. Më kupton, u bën një marrëveshje shtetërore, e cila ndërkombëtarisht u njoh, në ndërkohë ne s'përfituam fare asgjë, përveç një aplauz, bravo, keni qenë konstruktiv. Zoti thotë që ka humbur më shumë, se ishte opozitar. Edhe çka u dash me pranu, me përkrah pushtetin, s'ka problem, vetëm që të vim deri te një qetësimi i gjakrave. Se ju e dini atë u xorën bombat, ashtu quhet bomba e çka. Pyetje shumë me vend. Në ndërkohë, partitë politike maqedonase kanë konsenzus të papar. Duke filluar që nga historia më e largët, vitin 2013, herë e parë që shqiptarët u bën bashkë për ta fituar Kërçovën. Zotri Zoran Zaev nga opozita atëhershme i dha mbështetje blanko kryeministit Gruevski për ta marrë Kërçovën maqedonase që quajtën atëherë. Eci më tutje, rishtas tash, presidenta Siljanovska, vetën e parë që e përdori ishte kundër gjuhës shqipe, gjithsesi licencat për çerdhe, mos të jenë dy gjuhë. I pari që doli e përshëndeti ka qenë LSDM-ja. Tash kemi plot shembuj, ka pala tjetër. Në ndërkohë, unitet kombëtar nuk kemi tek ne, ose tek partitë politike shqiptare. Nuk është me fundi botës me pika një kafe këta, ashtu kështu e pinë një kafe në parlament jashtë asyjve të publikut. Dilni edhe publikisht tek e fundit. Uluni, merrni në vesh për disa punë. Është absurde mungesa e këtij uniteti neve na dërgon te pala tjetër që ne të lutemi për një avancim. Edhe pastaj ata të kushtëzojnë. Nuk ka problem, ne ta hapim kët, ti na i jep kët. Edhe çka ndodh pastaj, ata që e tha Fatoni, edhe nëse ta jep, zbatimin ta bën pamundshëm. Të pamundshëm ta bën kiamet. Jo, kjo problem është kështu, ashtu. Do të thonë, kjo është ajo. E kjo kërkon politik vizionare, politik largpamëse. A mundet dikush në këtë shtet, prej partive politike të më thotë se ku e sheh Maqedoninë pas 10 vite? S'ka, pse? Se është mbijetesë. Të futen në pushtet, të bëjë çka të mundem, s'po du të shprehim negativisht, edhe mos i jap llogari askujt. Kjo, përderisa këto shanse munden me qenë të papërsëritshme. Për shembull, Vleni deri dikun na ka bindë se qëndron mirë me VMRO. Me thonë, nuk kanë probleme me VMRO. Mirë, po mungon zbatimi në praktikë. Bashkë nëse ti je qaj që, ose ju jeni që keni marrëdhënie të mira me VMRO-n, hajde, zbatoni. Bëni diçka të hajde që nesër dilni edhe thoni i kemi bo këtë, kemi bo. Në plan lokal, okej, ja kemi pranu se disa projekte kanë ecë. Ishte ajo kredia hungareze, edhe pse unë gjithmonë e kam
vu në pikpyetje se përqindjen sa përqindja asaj kredis ka shku në komunat Maqedonase, që udhëhiqen nga Maqedonase dhe sa tek ne. Mirë po prap u zhvillun pak komunat tona, ishte komuna e Tetovës, komuna e Çajirit, fillun me ato buldozerat e mëdhaj, mirë po në aspektin politik, ata që e nisi fatonin fillim në letra, se shife ne kishim kryeministë shqiptar, apo? U largu kryeministë, edhe tash sikur mos me pas fare, pse? Se nuk kemi infrastrukturë ligjore, ligji pastaj trum ty. A kupton? Jo veç marrëveshje kështu, unë qëndroj mirë me këtë partner të koalicionit, jo, bën e ligj, se pastaj ligji, marrëdhëniet juridike janë shumë të rrezikshme, i lidhin këmbët. E ne çtu kemi të shtu. Ja, një ligj për gjuhën shqipe, kemi shku 20 vjet të zgjeru implementimin, të zgjeru impaktin, edhe askush s'dit na thot se është zyrtare ajo. Kishim reagimin e kryeministit të Dirama, që urime, bravo, tash na del se jo ai qenë ka prapë i cunguar. Me thonë, kjo është ajo. Unë jam shumë interesuar që t'i shoh në pikat të caktuara Vlenin dhe AKI që të bashkëpunojnë. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adukat. Pse duhet Karakamisheve të na vendos neve atë ligj? Tukon se fillimisht tulen partitë politike shqiptare. Pse mbahet msheftas? Na premtuan debat publik, nuk është. Kanti e diçka thot, secili ligj i cili nuk e ka për kryen e popullit anulone. E ti pse atëherë në brenda aty ose në backgroundin e gjërave ti i bën punë pastaj që ja observon si të gatshëm. Jo marr del publik. Ndoshta ndonjë prej juristëve ka ide akoma më të mira. Kjo është ajo që kërkohet, transparencë. Kryeministri Arben Fetaj, zëvendës kryeministri, është për qeverisje të mirë. Unë e pata thirr vetëm në një çështje, thash na dëshmo se transparenca është pjesë e qeverisjes së mirë. Na publiko projektin e korridorit 8, sepse VMR-ja kundërshtonte. Pastaj për një moment u bë projekt historik. Mirë po e çuan prej 1 miliard, 2 miliard. E tash na jep çat projekt ta shohim pse është rrit. Transparent. Ku kanë shku taksat tona? Vanoni përmendi unitetin kombëtar të partive politike shqiptare. Ne për herë të fundit kur i kemi parë bashk liderët politikë shqiptar ka qenë diku viti 2018 nëse s'ka bën gjatë takimit të liderëve ku doli edhe ajo platforma e Tiranës e cila mori një jehon të madhe në mediat maqedonase. Faton, a kanë nevojë partitë shqiptare për më tepër bashkëveprim në raste të këtilla? Kanë nevojë çdo ditë, Ersan. Shumë mirë përmendi Valoni çdo seancë. Para kamerave dhe jashtë kamerave. Në mënyrë publike dhe atë private. Janë të njëjtit brumë. Kur po them Vlen, nuk kuptohet BDI 2.0. Kur them AKI, nuk kuptohet BDI. Të gjithë kanë qeverisur bashkë me vite. Kanë gëzuar të mirat, benefitet e këtij pushteti, e çdo koltuku ku kanë dashur janë emëruar. Të mirat dhe të këqijat e tona si shqiptari kemi po nga këta njerëz, po nga kjo elitë politike. Dhe tash kur vihet pa interesi kombëtar shqiptar këtu në këtë shtet, këtë nuk mund të ulet. Për çfarë arsye? Sepse kanë gjojë asmërime njëri tjetrin. Më ndjem shumë i neveritshëm kur i shoh me këto lojra falso ndaj njëri tjetrit. Gjoja se kanë kauza, kanë ideale, kanë ideologji ndryshme, jo nuk mund të bashkëpunojnë, se ne këtu jemi 3-4 milion shqiptar dhe pas kemi ide dhe problematika ndryshme. Jo mre, ulni 3-6 rrumbullakët, kësaj, inicone. E keni një Shqipëri shumë fort me krye zotin Edi Rama. Po ashtu Kosova çdo ditë më shumë po forcohet. Kemi lat faktorin ndërkombëtar. Urdhnoni ngritjen e zërin për çështjet tona. Nuk po flasim për mrekullia. Për çështje imagjinative brenda natës rregulloj. Për çështje thelbësore. Urdhnoni unë dhe dakordonëm. Këto tjetërkun e kanë hall. Hallën e kanë cilët shkojnë përpara prejnë e Mickovskit. Të dy hapala. Këtë loj opinioni e kuptu. Vjen keq për gjithë popullin se kush është duke na përfaqësuar pozitë dhe opozitë. Vjen keq se në çfarë drejgje kemi hapur. E përmendi Valoni rastin e Gostivarit. Shpresoj doj mbindjen me gjithë secilin. Në zgjedhjet e ardhshme, askush mos marrë pjesë në këto zgjedhje. Në ato zgjedhjet e ardhshme. Qoftë lokale, qoftë parlamentare. Për çfarë të marrin pjesë? Me votën tonë, çka jemi duke dhënë, çfarë mesazhi jemi duke dhënë? Çfarë ardhmërie po përcaktojmë për neve, pikë së pari pastaj edhe për fëmijët tonë.
Përkundrazi, me votën tonë vetëm dami jemi të i bëjë kësaj shoqënie. Në secilin aspekt, në secilin sferë, në secilin dikaster të jetës. Ekonominë e kemi pra kolapsit, si mos më keq, me borxhe dhe stër borxhet e mbi kërkuara vit pas viti, shëndetësia është e shkatruar thuajse. I gjithë sistemi shëndetësor është i përkushtuar vetëm në shkup, centralizim total. Mire çështën e arsimit, kemi devalvime, vlerave, kuadrove. Nuk e di një punë e mirë që ka ecë ndër vite edhe sot pishofim frytet. Edhe të më thonë dikujt bravo për këtë punë. Merita jote është ta pom hajde. Është merë se shka është ndodhë. Këto janë duke lujt me fatin tonë dhe prap qytetarët i kanë faj. Qytetarët janë duke dalë të i votu këto, ato prej marsis kanë ardhë. Na i votu me votën tonë, ato me dhunë s'ta morën votën. Na i votu, i dërgum atje, janë dumë kravatat, i banëm zotni dhe tash qeverisin. Fatoni përmendi Prishtinën dhe Tiranën zyrtare dhe këto më kujtua dhe kjo puna e çështjes së studentëve shqiptar, në fakt mori një përkrahje të madhe nga ambasada e Shqipërisë në Shkup, gjithsesi nga ambasadori Denion Mejdani. Si e vlerëson këtë veprim të tij? Po, është një si hariç, një lajm i mirë se edhe pse nuk kemi shoqëri civile në kuptimin e shoqatave, organizatave qeveritare, që edhe pse studentët janë pjesë e terminologjisë më të gjerë të shoqërisë civile, u dha një lajm i mirë se shif çka mund të bëjnë studentët. Paramendo ti nëse ngrit këtë nivel në parti politike. Se partitë politike janë më të fuqishme. Këtë po e flasim ne që mungon betejë e tematikave. Ajo që shife, nga njëherë edhe penzierim pozitë keqe edhe Shqipërinë, se mos haro ti e përmende platformën e Tiranës. Ajo u bë sikur therr në sy tek Palja Maqedona se po dëshiron të influencon këtu e të bën Shqipërinë e madhe kështu. Ne duke mos i kry detyrat e tona, sikur po nxjerrim situatë keqe Shqipërinë, se Shqipëria po duhet të intervenon. Edhe u desht ambasadori i shtetit shqiptar, cilin e përshëndes, u desht merret edhe me këtë punë, përveç tjerash, në mënyrë që t'i afron partitë politike shqiptare, drejt një zgjidhje qoftë e përkohshme apo e përhershme për dhënien e provimit jurisprudencës në gjuhën shqipe. Domethënë ne duhet të qenë të kujdesshëm, edhe nëse si Fatoni i kemi dy shtete shqiptare shumë të fuqishme, njëra në NATO, tjetra NATO e ka brenda. Megjithatë, duhet parë sikur të gjendet një mes që edhe të kërkohet ndihmë, po jo edhe duke i ekspozuar shumë në mënyrë se edhe këta kanë ndikim te faktori Palja Maqedonase, ka ndikim te faktori politik ndërkombëtar. Edhe mund të ankohet dhe shife, mund kanë gjetë vetë, ne jemi të vogël, edhe që shtete kemi përgjys me këta, shife dy shtete tjera që kanë bëjë. Me thëmë, për atë arsye duhet me pas shumë kujdes na dhe si involvojmë ata. Sidomos kur ne detyrat tona s'mund t'i bëjmë. Ne mund të kërkojmë ndërhyrjen e tyre në aspektin ndërkombëtar, në mënyrë që të thithim sa më shumë investime, të kërkojmë sa më shumë fonde, ama për gjëra, për dhënien e provimit jurisprudencë çohet shteti shqiptar ndërhyrë. Kjo do të më ana art turp gjithëve. Ja del kryeministi, pse thashun? Ai sikur i dërgoi mesazh krejt shqiptarëve që unë jam këtu që i rregulloj këtë punë. Unë mund t'ja u jap drejtat. Edhe prandaj pse thashun, ai është po tregohet shumë i mençur, e ka kuptuar situatën edhe. Mirë, po ne sa poshtë bim nëse involvojmë shtetin shqiptar, një shtet NATO i cili qohet opsive, nuk munden me dhon shqip ata provimin. Kërkohet një vigjilencë, kërkohet një syqelsi në politikat tona. Prandaj edhe Fatoni edhe ne bëjmë thirrje që këta tulen. Shqyr Zotit, kuadro kemi të mira, edhe Vleni, edhe BDI-a ka kuadro me përvojë shumë të mirë. Sidomos në sistemin e arsimit, tek studentat tonë që janë në ardhmja e këtij kombi. Pse mos tulen bashkëpunojnë, edhe dalin me një, u hap tema universiteteve. A e sheh se përveç ish rektorit Izet Zeqiri s'del asnjë profesor me fol. Në ndërkohë i cënohet puna edhe atyne. Nga kush friksohen ata? Është ligj i dëmshëm për universitetet shqiptare, propozim ligj në fakt. Aty, siç e pa shumë, thirren më shumë në cilësi, me thonë në krijimin e kuadrove cilësore, institucioneve cilësore në përgjithësi.
Mirë po, çka do që ofrohet kështu e paketuar nga Maqedonasit, ne e dim se është një truk aty, është një trik. Pse? Këtë këtë qeveri e nisën me meritokraci. Në ndërkohë ku i kemi meritokratë, i kemi Azir Alion që merret me shëndetësi, tash zëvendës kryeministri Bekim Sali që merret me zëvendës kryeministër të parë dhe marrëdhënie me Bashkimin Evropian, të posti ekspertat Bashkimit Evropian. Për një traktat ta pyetësh se si erdhi deri te ai vendim, çka u ndërmon në traktat, ka me t'i ngrit vetullat si di këto punë. Ndërkohë ma pengon me shku në stomatologji mi u përzi, sot si e i profesioni. A kupton? Me thonë, pra daj thash, u thirrën meritokraci, e kam fjalën për palën Maqedonasit, nuk e dhanë shembullin më të mirë. E sidomos kjo qeveri, gjithmonë flas për Maqedonasit, ku krye këput janë profesorat Universitetit Shën Qirili dhe Metodi. Ministreshën e Arsimit e ke prej atje, dështim. Ministrin e Financave, gjithashtu duket është ajo profesore. Presidentën e kemi, e cila nga demenca që po harron ajo, na boni skandal edhe me Bashkimin Evropian, tash ka shku edhe në Dubai, atje flet, e ke pa, flet për leleka, flet për sende që i bën me qeshk gjithë njerëzit, ajo na përfason gjithë neve. Ke kryeministrin që është profesor, edhe para mendoti tash, ta ilustroj me një shembull. Do të thonë, Safe City dalin mjekët flasin për siguri. Ligjin ekzistues për dhënien e provimit jurisprudencës, kush flet? Flet kryeministri që ka makineri, foli edhe bujari që është kirurg abdominal, edhe folën këta tjertë. Asë një një lëmiz dvet. Ndalore pak Fatoni Samir tha, nuk jam i lëmiz jurisprudencës, mu i me gabu, po mendoj kështu. Më thonë, duhet me ekzistuar një profesionalizëm. Ekspert për gjitha, s'mujnë me qenë ekspert për gjitha. Duhet t'i themi kësaj punë stop, t'i lejmë njerëz adekuat, të merren me çështjet e caktuara, por i bashkangjitem thirrjes Fatonit që dhash Zoti që të kemi një unitet apo një bashkim në temat kyçe që i tangon shqiptarët. E sidomos kjo e studentave. Studentat paraqesin ardhmëri lektikon. Nëse atyre nuk u mundsohet ose nuk ju jepen kushtet barabarta në studim, atëherë neve po na përsëritën kushtet e jashtëzakonshme atëherë. Unë jam student i Prishtinës, ku ne para lufte kemi mësuar nëpër podrume. Para mendoni edhe këtu, pa mundsohet në gjuhën tënde me dhënë një provim shtetëror. Në ndërkohë, 25 vjet na thonë gjuha shqipe është gjyq zyrtar. Kemi luftuar për atë. Po. Edhe bëj thirrje që ndoshta ai projekt ligj nga ana e ish-ministrit Krenar Lloga shqyrtohet, nëse është i mirë, të avancohet ose të futet tutje në procedurat parlamentare, që mos të humbet kohë, sepse kam përshtypjen se ndoshta kryeministri e tha që prapë të futemi në atë rrethë vicioze, vetëm të fitohet kohë, mos të bëhet asgjë. Si me ligjin për përfaqësim adekat. Gati është, 1 vjet e gjys. Vetëm shkurtimisht Ersan e përmendi zotin ambasador Denion Mejdanin, që dua unë sinqerisht ta përshëndes dhe t'i uroj për punën që po e bën çdo ditë në terren. Nuk kemi pas asnjëherë si lloj ambasadori që çdo ditë është pranë qytetarëve shqiptar në për secilin vendbanim. Dhe është aktiv në për çdo situatë që na tangon neve. Shpresoj të kemi edhe një 10 Deniona në arrin pranë në ditë vështira dhe në ditë mira, kur kombi shqiptar ka nevojë. Po, a dini më e keqja si është? Kur me 3 universitete që janë krijuar me mund e gjak, sot kemi heshtje totale për çdo anomalie, për çdo katraur që po ndodh kombit shqiptar. Unë nuk e di, përderisa nuk kanë guxim. Këto profesor, me gjithë respektin, ka shumë profesor të mirë, që kanë pasur rastin edhe t'i kem profesorët dhe vetë, po prapë të heshtin, mos dalin të ballafaqohen, mos dalin të ngrisin zërin, atje ku duhet, në për çdo vend ku i jepet rasti. Nuk e di, kjo është për të ardhur keq. Këtë situatë, me përmendje Valoni ka studiuar në Prishtinë, as në atë kohë nuk e kanë toleruar. Kanë gjetë metodat, kanë gjetë mënyrat, e kanë luftuar regjimin, e kanë përmbys pushtetin. Ndërsa sot i kanë gatshëm, nuk janë në ndrysni. Shoqëri prej Zotit jemi
pluralizëm, jemi në demokraci. Pse heshtin kur shqiptarëve u cënohet një e drejtë, siç është rasti konkret? Nuk e di pse. Kisha dashur edhe një apel deri tek profesorët, urnoni, dini në mejdan, mos heshni. Atëherë, ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit tonë, ishte e kënaqësi. Faleminderit për juve. Gjithashtu. Shikues të nderuar, ju faleminderit edhe juve për vëmendjen. Ne këtu po përfundojmë me këtë Zoom dhe nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.